Në vazhdim ju njoftoj se në orën 12 është përmbyllur procesi i rinumërimit të gjitha vendvotimeve, 185 është, për të cilat ka marrë vendim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rinumërohen. Të dhëna nga ky proces i rinumërimit janë përditësuar në platformën e KSZ-s për rezultate. Me përfundimin e rinumërimit mund të konstatojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur administrimin e procesit që përfshin aktivitetet në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit, por siç e kemi shpjeguar edhe më herët, duhet të presim nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e numërimit nga dita e fundit në QNR, e cila ishte dita e mërkur 17 qershor, afati i cili përfundon sot e premte, dhe gjithashtu KQZ do të pres nëse do të ketë ankesa lidhur me administrimin e rinumërimit i cili është zhvilluar gjatë këtyre 2 ditëve këtu në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, pra proces i cili është përmbyllur sot në datë 19 qershor në orën 12. Për procedurë, lejoni t'ju njoftoj që para shpalljes së rezultateve, si zakonisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkoj konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse ka ndonjë ankesë e cila është në shqyrtim. Gjithashtu ju njoftoj se për procesin e rinumërimit, Qendra e numërimit dhe rezultateve do të përgatisë një raport të detajuar lidhur me gjetjet për secilin vendvotim, sepse siç dihet qëllimi i rinumërimit është pikërisht që të sigurohemi se procesi i numërimit të fletvotimeve në qendrat komunale të numërimit është zhvilluar me saktësi ashtu siç është vullneti i votuesve në fletet e votimit. Pra, lejoni një herë përsëris që para shpalljes së rezultateve përfundimtare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkoj konfirmim nga ana e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nëse ka ndonjë ankesë e cila është duke u shqyrtuar në këtë institucion. Po, e para, të gjitha aktivitetet e qendrës së numërimit dhe rezultateve, por edhe aktivitetet tjera në qendrat komunale të numërimit, janë transparente, kjo do të thotë që mund të vrehen vazhdimisht gjetjet në tavolina numërimi nga ana e qoftë medjave, apo dhe vëzhguesve që janë të pranishëm qoftë në qendrën e numërimit dhe rezultateve, apo në qendrat komunale të numërimit. Këto gjetje që ju dhe mund t'i vreni gjatë kohës sa bëni vëzhgimin tuaj, natyrisht se do të evidentohen në raportin i cili do të përgatitet nga qendra e numërimit dhe rezultateve. Ky raport do të jetë i detajuar për secilin vendvotim me gjetjet e evidentuara gjatë këtyre 2 ditëve sa zhvilluar procesi i rinumërimit. I njëjti do t'i dërgohet anëtarëve të KQZ-s për shqyrtim dhe natyrisht edhe për vendimarrje. Të gjitha ato çështjet të cilat janë vërejtur gjatë këtij procesi të rinumërimit, në qendrën e numërimit dhe rezultateve, nëse ka pasur dyshime për ndonjë keqpërdorim, atëherë zyrtarët e KQZ-s kanë njoftuar organet kompetente për ndërmarrë masat e tyre të cilat i kanë në kuadër të përgjegjësive ligjore. Të gjitha do të thotë detajet të cilat janë vërejtur nga ekipet numëruese, por edhe dallime qoftë në rezultate, nga vendvotimi i numëruar në qendrën komunale të numërimit, në qendrën e numërimit dhe rezultateve, do të evidentohen në këtë raport që besoj do të shkruhet brenda një kohe të shpejtë, por do të kemi parasysh që bëhet fjalë për 185 vendvotime dhe është një punë konsiderojmë që mund të marrë pak kohë. Megjithatë, zyrtarët përgjegjës besoj që do ta kemë parasysh kohën në cilën jemi që sa më shpejt të hartojnë raportin. Sa i përket rezultateve përfundimtare, do të thotë, meqense si sot kemi përfundimin e administrimit të fletvotimeve nga këto 185 vendvotime, atëherë ju dini që sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, palët, të radhë subjekte politike, kandidatët mund të parashtrojnë ankesa lidhur me administrimin i cili është zhvilluar gjatë këtyre ditëve. Afati i fundit për të parashtruar ankesa për administrimin nga dita e sotme, pra nga dita e fundit, është 48 orë, pra duke llogaritur nga ora 12 e ditës së sotme e premte. Se a do të ndikoj kjo në kohën e shpalljes së rezultateve përfundimtare, unë për momentin nuk mund të jam ndonjë përgjigje, sepse
kjo është rruga e cila ndiqet nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e përcaktuar në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme dhe aktet nënligjore. Shqipëran, të gjitha do të thotë detajet, qoftë edhe ato si çfarë mund të jenë fletvotime, pra, përfshihen në raport dhe natyrisht se zyrtarët e qendrës numërimi dhe rezultateve, sekretariatit KQS-s në përgjithësi, janë profesionist dhe natyrisht se do të evidentojnë me saktësi gjetjet e cilat i kanë evidentuar gjatë procesit të rinumërimit. Kështu që unë po e lë që të shohim se çfarë konkretisht do të konkludohet në këtë raport për secilën gjetje dhe për secilin vendvotim. Për të çështje bukuria është emituar për shumë specifik. Po për gjitha këto çështje do të thotë, siç e thash edhe më herët, kur ka pasur dyshime për ndonjë çështje të caktuar se nuk është brenda suazave ligjore, atëherë zyrtarët përgjegjës, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, kanë njoftuar institucionet përkatëse për të ndërmarrë hapat e tyre të cilat i kanë në kuadër të përgjegjësive ligjore.